Dimni, ky dimen për 20 vjet Kosovën e ka gjetë me një sekret që rrallë thuhet publikisht. Energjia jonë nuk ka qenë kur vetëm çështje teknike. Ma shumë se kaq ka qenë politik, pazar, varësi dhe oligarki ballkanike. Kushdo që e shes sot krizën e rrymës, mendon se është problemi i vitit 2025. Jo. Kriza fillon me kontratat si të vjetrat, si të rejat të importit, të cilat me shumë se një dekadë kanë kaluar përmes kompanive që lidhen me oligarkun serb Vuk Hamović, djalin e ish shefit të armatës Jugosllavisë. Kjo kompani dhe satelitet e saj, si Internergo, kanë qenë të pranishëm në tregun tonë sa herë Kosova ka pasur krizë. Me shumë se krizë energjetike, krizë morale edhe mendore. Dhe Kosova ka pasur krizë pothuajse çdo dimër. Prap, më shumë se energjetike, mendore, morale. Sa herë Kosova prishet, ose Kosova bëhet del nga funksioni, tregu futet në panik. Thuajse në panik. Dhe në atë vakum, kompanitë e Hamovićit shiten, shesin energji me çmim të trefishuar. Themi atreshit të mos prodhoj për një periudhë dhe të importohet, ta zëm hipotetikisht 10 milion euro. Ky s'është vetëm biznes. Është kapja strategjike e Serbisë dhe Kosovës. Auditori ka gjetur shkelje, zërej ka dhënë paralajmin, por askush se ka ndalur rrymën që rrihet, jo në kablo, por në xhepa të Hamovićit. Këto miliona euro që dalin nga buxheti jon shkojnë drejt kompanive rajonale, ku një pjesë e mirë apo pash e mirë përfundon në rrjetet që fillojnë dhe që e kanë gjenezën në Beograd. Ndërkohë që sistemi energjetik i Kosovës vuan, diplomacia jon shpesh funksionon si provë për interesa private. Ambasadori i emëruar në Kroaci, Martin Berisha, shfaqet në takime me rrjete biznesi energjetik që lidhen me tregun rajonal. Të njëjtin treg ku Kosova blen rrymë. Pyetja shumë logjike, ama pa shumë logjike është, apo ndërtohet diplomacia e Kosovës mbi ekspertizë apo mbi lidhje të padukshme biznesi. Me shit për 26.3 milion këtë rrjetin e Kosovës të energjisë elektrike, ky është krim. Jeni hajna tipik, hajna klasik, për këtë ju duhet shkoni në burg, sepse ky është krim. Qeveria Kurti erdhi me premtimin, ndër shumë premtime, se do ta shtrënte sistemin energjetik nga oligarkët. Por ja kontradikta. Kush ka të drejtë? Ata që thonë se Kosova ka krizë teknike, nuk ka ro menaxhmenti, për ka ro turbina. Lopatat e rotorit të generatorit në B2 janë coptuar për shkak se shtypja e ovullit në vend që të jetë 120 bar sipas specifikacionit ka qenë 90 bar. Edhe ovulli ka qenë me lagështi më të madhe edhe i ka coptu lopatat e vjetruara, të cilët kanë rrë dhe kanë dëmtu kondenzatorin. Duhet një herë bojlerat mas nej filterat. E ju si keni bo as filterat as bojlerat. Nuk ka filtera pa bojlera. E tash ne do t'i vendosim bojlerat që t'i vendosim edhe filtera. Apo ata që thonë se Kosova ka krizë politike dhe ekonomike, që ndërlidhet pikërisht me sektorin energjetik. E vërteta është kjo, sipas bindjes tonë. Kosova është mbajtur në një model energjetik që i shërben më shumë oligarkëve rajonal se sa qytetarit e Kosovës. Importet e shtrenjta janë bërë zakon, jo përjashtim. Kontratat kanë qenë të paqarta, shpesh të mbyllura si sekrete shtetërore. Sa i përket numrit të ofertuesve e të tjera, informatat nuk duhet t'i kemë. Nëse dikush thotë që i ka, është shumë shqetësuese dhe duhet me u hetu prej organeve kompetente se nga i ka marrë këto informata sepse janë të mbyllura për publikun. Kuptuar, i mungon transparenca. Politika,
e vjetra dhe e reja. Kur nuk pati guxim të prishte këtë zinxhir. Guximin futenin thojza. Derisa Kosova të mos ketë prodhim të qëndrueshëm energjie, derisa kontratat të mos jenë transparente, derisa oligarkët të mos shkëputen nga rrjeti i yll, Kosova mbetet në varësi. E kjo varësi është rreziku më i madh i sigurisë tonë kombëtare, që askush nuk e ka interesin dhe nuk po e thot me zë të lartë. Shihemi në episodin radhës. Deri atëherë, kërkoni llogari jo premtime. Uroj të mos më ndalën vëmen.